Mirë mëngjes dhe mirë se erdhët në një video tjetër këtu në kanalin tim. Siç po e shikoni, jemi në aeroport. Është ora 4 e mëngjesit. Jemi nisur nga shtëpia në orën 4:30. Jemi nisur në orën 4 dhe jemi ngritur në orën 3. Bashkë me ne u ngrit patjetër edhe Kian. Tani po fle te karroca. Kemi marrë Segjolinën në vete. Sepse nuk e dim nëse për shembull në këtu në Gjermani nuk të marrin taksit, po që se nuk ke Segjolinën, duhet të kesh Segjolinën. Mirë do kishte qenë të merrnin për shembull karrocën që ai të shtrejë tamam edhe që të flinte edhe Kiani për momentin fle shumë mirë në karrocë, mirë po duhet të marrim Segjolinën. Kështu që të shpresojmë që kemi bërë zgjedhjen e duhur, të dyja bashkë nuk i merrnim dot. Nuk gjeta vendin ku të merrja një equipment të dytë, jo se ishte problem tek pagesa, plus që do kishim dhe shumë gjëra për të tërhequr, për të mbajtur, nuk e di ku do ta mbanim. Kështu që Kiani tani po fle. Ja po i mbajon pak këtu, ai se u gjumi në makinë në orën 4:20. Ka një çerek orë që fle. Isha të vazhdoj të flej, po ku t'jemi tek kontrolli do duhet ta zgjon pra. Ose do presim pak për shumë të kontrolli që nuk e di të flenja gjysmore ose një orë se gjunat. Nuk e di, në orën 6 e gjysmë kemi avionin, kështu që do shikojmë çfarë do bëjmë. Unë jam këtu, na la Stefani më tek dera e aeroportit dhe shkoj të parkoj makinën që është një 10 minuta në këmbë, kështu që ne po e presim këtu. Na uroni fat. Atëherë ky është udhëtimi i parë familjar, ne po shkojmë në Maltë. Mendua Maltën sepse është shumë afër, domethënë shumë afër, 2 orë gjysmë me avion, pak e një shumë. Dhe ishte bileta shumë e mirë, për ne të tre kemi paguar 180 euro të shkojmë dhe të vijmë. Është nga Luksemburgu, që nga shtëpia jonë është vetëm 30 minuta me makinë, kështu që nuk është se kemi rrugë shumë të gjatë. Edhe është një aeroport i vogël që këtu. Malta është më ngrohtë se Gjermania, po ne në fakt këtë javë nuk të kemi pasur, më duket me motin. Është më ngrohtë se këtu, po është shi çdo ditë. Të shohim njerëz. Si do ja bëjmë? Sa po të kalojmë check-in-et, inshallah t'i lëm dot çantat të check-in-it këto të mëdha, që të kemë edhe Stefanin pak ndihmë për djalin. Për ndryshe ai duhet të mbaj çantat dhe unë kam djalin 100%. Nuk po flesh shumë i qetë, lëviz. Dhe jo updatoj, inshallah kemi kohë të pimë të një kafe se jam e tekur. Tani të bëjmë check-in-in tek Luxair, sa shumë njerëz që paska. Jo. Është për në Turqi, më duket. Okej, të shikojmë. Marrim një kafe. Se u lodhëm. E djali sa po të zgjua. Është në humor të mirë deri tani. Unë po marr kafe të marr veten dhe po ha dhe një snacks të ëmbël për sheqer. Sa po hypëm në avion, deri tani çdo gjë ka shkuar shumë mirë. Kiani është zgjuar dhe ka qenë orën 3 të mëngjesit që nuk ka pirë, ora po shkon 6, kështu që ka 3 orë kohë dhe besoj do t'i pije tani që do nisemi dhe unë po përpiqem që ta mbaj zgjuar, domethënë pa i dhënë për të pirë derisa të nisemi, që kur të nisemi të pi, inshallah të flej edhe të rregulloj presionin e veshëve. Është tërkohës duke parë kamerën. Edhe tërkohës duke kafshuar duart e veta. Edhe pak, edhe 10 minuta dhe nisemi. Edhe 10 minuta duhet të durosë, okay? Çdo gjë ka shkuar vërtet shumë mirë deri tani, edhe na lën radhë për të futur të parë se kemi një fëmijë. Na kanë sjellë jashtë, edhe një loader na sollën prapë për Kian, ne kemi një. Do t'ju them njerëz tjetër që nuk dua më se e kemi. Po faleminderit Luxair. Okej, të shpresojmë që 10 minuta do qëndroj kështu në humor të mirë.
Dear passengers, welcome to Malta Airport. For your safety, please remember Ha Kian, erdhëm. Sa po arritëm në aeroport. Udhëtimi shkopi shumë mirë. Kiani nuk na lodhi fare. 1 orë 20 minuta fjeti. 1 orë 20 minuta. Duhet të merreshim neve me këtë, po ndenjë shumë mirë. Thjesht qeshte. Në aeroportin e Maltës gjëja e parë që na bëri përshtypje ishte se si po ngjiste autobusin ai shoferi. Freno kështu 100%. U çuditëm, ndoshta ishte vetëm ai. Ndoshta nuk e di se ku e kam dëgjuar që në Maltë njerëzit ngasin shumë keq makinën. Do ta shikoni. Dolëm nga aeroporti dhe nuk ishim marrë një makinë me qira sepse Stefani kishte harruar kodin e kartës së tij të kreditit dhe nuk ishim bërë në booking. Erdhëm këtu duke provuar fatin që ta paguanim me kartë Visa dhe në fakt funksionovi. Do marrim këtë makinën këtu. Për të 7 ditës 130 euro, në fakt në internet ishte për 50 euro diçka e tillë, mirë po ne nuk kishim pra kartën e kreditit, kështu që duhet të binim në dakordsi me këtë këtu. Gjithsesi për 7 ditë 130 euro është 20 euro dita, shumë herë më lirë se sa në Shqipëri. Edhe me sigurime komplet. Makina këtu në Maltë ka timonin nga ana e kundërt, si në Angli, kështu që do jetë pak e çuditshme për Stefanin që të ngase, sidomos tek rrethotullimi i parë, që duhet të hysh nga krahu i kundërt. Kiani zemra mamit, po flet gjumë. Ka bërë kaq mirë dhe kaq të thjeshtë udhëtimin sa tani kam qef që të udhëtoj me këtë sepse e di që do funksionoj. Paktën tani që është kaq i vogël. Marrim makinën tani, po presim që të mbaroj dokumentat ky djali. Edhe të ngarkojmë çantat. Dhe besoj në orën 3 mund të bëjmë check-inin tek Banesa. Kështu që besoj për pak do kërkojmë një vend ku të ham diçka. Edhe ta shtrim mirë djalin drejt se 4 mëngjesin o në Prehor o këtu në Secolino. Dhe mbase gjem një vend me koltuqe dhe ta shtrim djalin aty pak. Gjithsesi kë nuk duket që po ka një jetë të keqe. Mirë duket. Chill. Tani po i bëm foto makinës që po që se ka ndonjë defekt mos të thonë ata kur ta sjellin që ja kemi bërë ne. Kjo është makina. Anziehen seine eine Hand. Përshëndetje. Atëherë arsyeja pse po e xhiroj tani videon është sepse do ta shikoni në videon e radhës. Malta ishte një udhëtim shumë i shtrenjtë. Unë humba kamerën time që ma kishte bler Stefani dhuratë për Krishtlindje dhe aty i kisha xhiruar të gjitha videot. Kështu që do më duhet tani që ta xhiroj këtë video këtu edhe do t'i fut përshkrimin e asaj që do flas. Sepse do më duke shumë keq nëse të paktën nuk do t'ju updatoja pak me udhëtimin. Kështu që të gjitha videot që i kam xhiruar për në Instagram apo për të bërë vlog në TikTok, po i vendos anash tek kjo videoja, ndërkohë që edhe ju flas, edhe i bëj, si të thuash, voice këtu mbulimin me video foto nga vendi që kam qenë. Atëherë, qyteti ku vendosim që të rrinim në Maltë quhej Melia,
ishte në veri të Maltës. E zgjodhëm pikërisht këtë qytet sepse ishte qytet shumë i qetë për familje dhe ishte qytet që mund të shkoje të bëje shëtitje shumë të bukura edhe në det, kishte një plazh të gjerë edhe një, si të thuash, një promenad, një pedonale, goxha të lezetshme, ku mund të shkoje me djalin dhe të pije kafe në det, me pamje nga deti shumë e bukur. Prandaj dhe zgjodhëm pikërisht Melia. Zgjodhëm një apartament i cili ishte vërtet shumë i bukur me pamje nga katedralja apo kisha e Melias, të cilin e bën tek këtë vend shumë special, sepse ne menduam që do harxhonim kaq shumë kohë në hotel. Përse mos të investonim në një, jo në hotel, morëm një shtëpi pushimi, sepse donim që të ishim familjarisht dhe të ishim të qetë dhe të vinim nga një dhomë në tjetër, nëse djali për shkak nuk rrinte, jashtësh nuk rri tani dhe duhet ta marrësh kudo me vete. Në rast se do ishim në një hotel, do shkonim nga një dhomë, domethënë nga krevati, fundit krevatit tek maja e krevatit dhe nuk do kishim hapësirë. Ndërkohë kur flinte djali, në mal ne kishim mundësi me Shtefanin që të uleshim para asaj pamjes shumë të bukur. Edhe ta shijonim dhe të bënim muhabet mbi pritshmëritë tona si prindër apo mbi ndjenja, të flisnim gjëre gjatë, edhe pse jo të luanim edhe në tavolinë me lojrat që unë kisha marrë me vete. Apo jo, Kian? Kiani zakonisht ka fjetur në orën 7, disa ditë ka fjetur më mirë se ca ditët e tjera. Në përgjithësi ishte shumë mirë, tash nuk mund të presim nga një bebë që të flejë tërë natën. Kështu që fakti që gjatë ditës Shtefani merrej shumë me djalin, unë kisha mundësi që gjatë ditës mos të lodhesha shumë që mos ta mbaja tërkohës unë në krah, edhe gjatë natës e ndërmerrja unë turnin e natës. Patjetër sepse Kian për momentin pi vetëm nga gjoksi, nuk ka shans që të pi nga biberoni edhe nëse unë pompoj. Kështu, çfarë bërëm ditën e parë që vajtëm aty, siç e pat nga videot, ne mundeshim që të bënim check-inin fillimisht në orën 3 dhe deri në orën 3 shkuam hëngrëm diçka në qytet, vizituam kishën aty dhe në orën 3 shkuam në shtëpi dhe nuk dolëm më nga ora 3, porositëm ditën e parë për të ngrënë në hotelin, në shtëpinë e pushimeve ku ishim. Edhe thjesht u morëm të çlodheshim, të hapnim gjërat edhe kaq. Ditën tjetër pastaj shkuam tek kjo kulla e kuqe quhet, mund ta shikosh që nga Melia sepse është në majtë të Kodrës. Nuk arritëm që të futeshim brenda, ishte 2,50 € hyrja, sepse ne ishim në një të diel. Edhe të dielën ai ishte mbyllur, nuk na shkoi mendja, por gjithsesi pamja që atje ishte shumë e bukur, edhe për 2,5 € ne do ishim futur në kështjellën e kuqe. Ishte shumë e bukur nga jashtë, komplet e kuqe, edhe pastaj mund të ecje në atë rrugën aty që të çonte xhiro anës detit, pra jo anës detit, e shikoje detin nga lart. Dhe ishte shumë bukur sepse nuk kishte më makina dhe mund të ecje në rrugën e rregulluar pra me asfalt, me një pamje shumë të bukur të detit poshtë. Deti kishte një ngjyrë fantastike. Dhe ne aty gjetëm patjetër një vend ku të bënim disa foto shumë të bukura dhe ishte si një platformë ku vinin shumë njerëz të tjerë që të bënin fotot e tyre. Apo jo Tian? Ja, këtë kam mësuar në mal ky. Dhe të bëj fluska nga goja. Pasi mbaruam vizitën te kjo kulla e kuqe që nuk arritëm të futeshim brenda, por ishte e vogël dhe nuk ndërmorëm për shembull që të shkonim një ditë tjetër, sepse e pam nga jashtë, pam natyrën, pam pamjen që aty, kështu që vetëm brenda ishte e vogël për të shkuar dhe një ditë tjetër, për të sakrifikuar një ditë tjetër, le të themi. Pasi mbaruam tek kulla e kuqe, menduam, të shkojmë të ulemi në një kafe anës detit, sepse koha ishte shumë e bukur të dielën dhe shumë e ngrohtë, dhe pse jo mos ta shijojmë, ndërkohë që edhe unë shija djalin. Kështu bërëm, gjetëm një kafe direkt në det, shumë e bukur. Domethënë, kafja ishte shumë e thjeshtë, po gjithë pamja ishte e bukur, gjithë eksperienca ishte e bukur. Hera e parë Kianin në det, dhe pse nuk u lavëm, po i fërkon syçkat, do të flej, do të paketoj mami tani në kangur. Edhe aty morëm një lëng portokalli super i freskët, sepse në mal besoj ishte periudha e portokallave, në dhjetor, janar është periudha e portokallave dhe lëngu i portokallit ishte tjetër nivel në Maltë. Shumë i mirë. Edhe çmimet po ashtu ishin okay.
Pasi mbaruam kafen dhe unë ushqeva djalin, ishte koha të shkonim në një fshat. Besoj të gjithë e dini filmin Popeye, që hante spinaq dhe bëj shumë i fort, mami. I bëjshin muskujt me spirantov. Ishte ky fisherman, pra ky peshkatari, i cili duhet të shpëtonte patjetër vajzën që dashuronte. Dhe filmi realisht me Robin, si ka emrin ai aktori, Wills Robin ose diçka e tillë, nuk e mbaj mend. Ishte xhiruar pikërisht në mal. Domethënë, në kohën atëherë, në ku digitalizimi nuk ishte kaq i madh se sot, gjithë kasti kishte ndërtuar, kishte ndërtuar komplet fshatin për të bërë të mundur. Për të bërë të mundur pra xhirimin e filmit. Gjithë fshati ishte ndërtuar nga zero vetëm për këtë film dhe tani ishte ruajtur dhe ishte bërë si pikë vizite për vizitorët. Ishte 15 euro hyrja bashkë me një popcorn falas edhe me një kartolinë. Kështu që për mua mu duk shumë interesante, mu duk vërtet shumë e bukur, kishte edhe persona aty që bënin pra show, merrnin fëmijët edhe bënin sikur po luftonin, sikur papa ishte më i forti edhe i vriste të tërë, më the dhe ishte shumë e bukur ta shikoja tërë këtë skenën për së gjalli të këtij filmit që ne kemi parë kur kemi qenë fëmijë. Për mua ishte shumë e veçantë dhe po ashtu edhe për Stefanin. Edhe në atë kohë djali fleti tërë kohës në kangur, kështu që ishte për ne shumë e thjeshtë që ta shijonim të gjithë. Pamja ishte fantastike, sepse fshati ishte ndërtuar në 1G dhe deti ishte blu, aq i bukur sa nuk e keni iden, dhe foto dilnin po ashtu fantastike. Me mami, që po i thua mami? Që po i thua? Po tregon dhe ti se si ja kalove në mal. Të vetëm 15 euro aty mu duken super të shpenzuara mirë. Dhe tani sa herë që mendojmë për Popeye, e dim që kemi qenë të fshati kur xhiruar filmi. Shumë i bukur. Dhe kishte disa ndërtesa që mund t'i vizitoje. Pra, për shembull thoshte, këtu ishte ndërtesa e shefit të policisë që ndiqte Popeye, këtu ishte ndërtesa kuzhina ku dukeshe që gatuante ajo zonja. Shumë gjëra të bukura. Dhe kur e pam edhe një herë trailerin e filmit, edhe unë ndjen shumë cool që domethënë kishim qenë te ky vendi që e kishim parë live. Dhe e shoqëruar patjetër gjithandej me audio të filmit. Kur u kthyem, ne vendosim që të rinim te kjo shtëpia me shtëpia e pushimit dhe menduam që pse jo mëngjeset i ham aty me atë super pamjen që kishim dhe pushimet ishin edhe pak më ekonomike, pse jo, domethënë të shpenzonim në diçka tjetër, edhe të paktën mëngjesin ta hanim në shtëpi, sepse fundjo sa do hanim më shumë jashtë. Malta ka qenë koloni e Anglisë për rreth 200 vite, edhe kishte kudo këtë English breakfast, që neve me Shtefani nuk na pëlqen fare, është ky mëngjesi me fasule të kuqe, me vezë. Ne nuk na pëlqen. Ka njerëz që mund t'ju pëlqejë, kështu që jeni të mirëpritur ta provoni dhe të mendoni ndryshe. Neve nuk na pëlqeu, nuk na ka pëlqyer ndonjëherë dhe prandaj mendoam që mëngjeset gjithmonë t'i hanim në shtëpinë e pushimit. Hëngrëm 2 herë mëngjes jashtë, një herë hëngrëm sanduiç me disa djathra italiane, tartuf, ishte po ashtu shumë të mirë, dhe një herë që shkuam në një qendër tregtare, po do vi në video në vazhdim. Kështu që shkuam pastaj tek Lidl, kishte Lidl këtu që është supermarket gjerman, dhe blevëm disa ushqime, blevëm bukë, blevëm domate, blevëm djath, blevëm sallam, blevëm vezë, gjërat që na duheshin pra për të ngrënë mëngjes. Argjuam diku te 60-70 euro dhe disa fruta. Dhe me këto 60-70 euro kemi ngrënë mëngjes 5 ditët e ardhshme, kështu që ishte investim shumë i mirë, duke menduar që një herë që shkuam për të ngrënë mëngjes, patjetër që do harxoja diku te 40 euro, me kafen, me të pirë, me të ngrënë. Dhe ishim në rehatin ton. Djalin e paketonim tek se Xolina. Ej, Luk, jo në tavolinë. Djalin e paketonin në Seggiolino dhe e vinin mbi tavolinë ose mbi karike dhe ai na shikonte neve dhe ishte njësoj sikur të kishte këtu stolin e lartë. Okej.
Kështu që kjo ishte dita e dytë pasi erdhëm, pra vizituam Kullën e Kuqe, fshatin Popaj, edhe pak qytetin e Melias dhe u kënaqëm shumë sepse ishim shumë në natyrë, ishim shumë bashkë, djali ishte në humor shumë të mirë, kështu kaloi dita e dytë. Tani ditën e tretë dhe ditën e katërt do t'i bëj bashkë. Pak me mbulim dhe pak ditën tjetër kam xhiruar edhe me telefon, pastaj se ditën e tretë më humbi kamera. Vendosa mos ta prish pushimet, sepse më mërzita aq shumë që më humbi, mirë po nuk e ktheja dot, kështu që të prishja edhe pushimet që ishin aq shumë të rëndësishme për ne si pushimet e para familjare nuk ja vlente. Kështu që deri tani Malta ishte shumë e bukur, ishte vërtet plazhe blu, kjo ngjyra domethënë tamam e kaltër, si ngjyra e gurkalit, shumë e bukur, edhe njerëzit ishin shumë të sjellshëm, kishte domethënë me anglisht mund të kuptoheshe kudo, sepse siç thash, Malta ka qenë koloni angleze. Edhe kudo është gjuhë oficiale, maltezishtja, nuk e di si i thonë në Shqip, edhe anglisht. Ne morëm makinë me qerat, keni parasysh ju që do e merrni, është drejtimi kundër, pra në të majt, njësoj si në Angli, kështu që nuk e dija do ta merrni guximin për të ngarë, Stefani e mori dhe ja doli shumë mirë, unë nuk do ta kisha marrë kurrë. Kështu që kjo ishte dita e parë dhe e dytë në Maltë. Si që thash në video, merrni guximin, merrni fëmijët e vegjël, edhe udhëtoni sa më shumë që të krijoni sa më shumë kujtime. Dhe nëse nuk funksionon, të paktën e dini që e keni provuar dhe fëmia qa në avion dhe nuk do e provoni më, por nëse nuk e provoni, do thoni, ok, jo, kam frikë, mbase funksionon shumë mirë dhe nuk ka arsye për frikë, kështu që duhet ndonjëherë të hidhemi në ujëra të ftohta, i thon këtu, dhe të shikojmë, dim të notojmë apo jo, ose të mësojmë notin duke u hedhur fillimisht në ujërat. Kështu, kjo është videoja. Shpresoj që kam hedhur mjaftueshëm foto për të justifikuar atë që thash. Dhe shihemi në videon tjetër me gjëra dhe qytete magnifik, shumë të mrekullueshme të Maltës, të paktën kështu më duk mua. Ciao! Të mirë pafshim Kian. Paqim.